Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Çështja e afatit të zgjedhjes së presidentit po afrohet dhe aktualiteti i kësaj teme u theksua edhe nga zëvendës kryeministri Glau Konjufca. Ai theksoi se është e mirëseardhur nga shoqëria nëse do të kishte propozim që këtë pozitë ta kishte dikush nga familja Jashari. Numri 2 i qeverisë dhe ministri i punëve të jashtme Glau Konjufca ka folur për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Republikës, derisa afati po vazhdon të rrjedhë dhe janë ditët e fundit kur kuvendi duhet ta zgjedhë kreun e shtetit. Kryediplomati kosovar tha se konkludimi i tyre është që përmes një emri të përveçëm mos ta mbështesin për muri opozitën. Ai tha se mazhoranca ka 66 numra në kuvend dhe sipas tij, me një emër të propozuar një anshëm nuk mund të sigurojnë votën e opozitës për t'i bërë të 10 numrat e domosdoshëm për zgjedhjen e kreut të shtetit. Ajo mazhorancë që është prej 66 numrave në kuvendin e Republikës Kosovës, ne jemi bind që nuk ka mundësi përmes një emri që propozohet, një emër i njanshëm, ta marrim edhe votën e garantume të opozitës, për mi bot 80 vota. Ky është konstatimi i mazhorancës. Konjufca u përgjigj edhe në pyetjet nëse ai është opsion për president. Jo, unë mendoj që nuk është fol, nuk është tru në këtë kontekst. Po ta kishte qasjen mazhoranca që do ta propozoj një president të lëvizjes vetëvendosje, unë mendoj që ajo është pikërisht ajo që thashë në fillim po dojna me shmang. Por që Konjufca tha se konsensusi automatik në shoqëri është një president nga rradhat e familjes së nderuar Jashari. Konsensus automatik në shoqërinë tonë është një president nga rradhat e familjes. Ka vëllat të familjes Jashari, do të zgjidheni. Nuk mund të flas për këtë gjë. Do të shkoni atje dhe ta merrni përgjigje. So jam këtu që të supozoj se ai bie zonja Vjosën ka qenë kryeministri aty, ju ka shpjeguar. Këto komente kryediplomati kosovar i bëri gjatë takimit që pati me homologën nga Shqipëria Elisa Spiropali, kur kanë mbetur më pak se 7 ditë deri në afatin kur kuvendi duhet ta zgjedhë presidentin e ri të Republikës. Ministra për Evropën dhe punë të jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Kosovë, ku është pritur nga krerët më të lartë të shtetit. Gjatë takimeve me liderët shtetëror u theksua se bashkërendimi dhe mbështetja e ndërsjellë mes dy vendeve mbetën thelbësore për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të vendit ton dhe avancimin e saj drejt Bashkimit Evropian, NATO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Spiropali ka takuar edhe liderët e partive politike me të cilët ka biseduar për aktualitetin e Kosovë, por edhe për bashkëpunimin e ndërsjellë ndërmjet dy shteteve. Ministrja për Evropë dhe punë të jashtme e Shqipërisë Elisa Spiropali po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, ku është takuar me krerët më të lartë të shtetit. Gjatë kësaj vizite, ajo është pritur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani. Osmani duke e falendëruar për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë Shqipëria për Kosovën. Ajo ka thënë se këto dy vende mbeten më të forta kur veprojnë së bashku për interesat shtetërore, paqen dhe për një të ardhme më të sigurt në rajon dhe më gjerë. Presidentja Osmani dhe ministrja Spiropali, ndër të tjera diskutuan edhe për pjesëmarrjen e Kosovës dhe Shqipërisë si antare themeluese të Portit të Paqes, duke vlerësuar se kjo platformë i ofron të dy vendet edhe më shumë me Shtetet e Bashkuara dhe partnerët strategjik global. Spiropali është pritur gjithashtu nga kryeparlamentarja kosovare Albolena Agjiu, ku theksua se bashkëpunimi dhe përkraja e ndërsjellë mbeten qendrore për zhvillimin tonë të përbashkët dhe për mirëqenien e qytetarëve tanë. Edhe kryeministri Albin Kurti priti në takim ministrën Spiropali. Në takim përveç tjera u theksua rëndësia e projekteve strategjike infrastrukturore, në veçanti hekurrudha Gjakov-Shkodër, e cila do të jetë prioritet i këtij mandati me synim që punimet për ndërtimin e saj të fillojnë sa më parë. Po ashtu u theksua nevoja për vazhdimin e mbledhjeve të përbashkëta ndërqeveritare, me synim që një e tillë të organizohet gjatë vitit 2026. U diskutua gjithashtu për koordinimin e politikës së jashtme dhe mbështetjen e ndërsjellë në organizata dhe forume ndërkombëtare, si dhe për forcimin e bashkëpunimit lidhur me diasporën shqiptare, veçanërisht në promovimin e gjuhës dhe kulturës tek gjeneratat e reja.
Ndërkohë në takim me homologën e saj zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njufca. Ky i fundit e falenderoi Shqipërinë për mbështetjen e vazhdueshme që ka dhënë Kosovën në të gjitha periudhat. Në konferencën për media pas takimit, Njufca u shpreh bindur se koordinimi mes dy shteteve do ta fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim në organizatat ndërkombëtare. Ai theksoi se ardhmja e Kosovës dhe Shqipërisë do të jenë të lidhura përgjithmonë. Jam i bindur se koordinimi ynë do ta fuqizojë përpjekjen e Kosovës për antarësim, edhe në Këshillin e Evropës, edhe për parafrimin ton dhe antarësimin ton drejt NATO-s dhe në organizata tjera të rëndësishme ndërkombëtare. Sa më i fortë që të jetë koordinimi ynë, aq më e sigurt do të jetë rruga jon drejt Bashkimit Evropian. Dhe unë e përgëzoj në këtë rast Republikën e Shqipërisë për këta hapa gjigant që i ka bërë sa i përket integrimeve evropiane. Spiro Pali deklaroi se Kosova mbetet prioritet absolut i politikës së jashtme shqiptare, duke theksuar se për Shqipërinë, Kosova nuk është një zgjedhje protokolli, por një zgjedhje historie dhe një deklarim i qartë i prioritetit kombëtar. Kosova meriton statusin e vendit kandidat pas standardet të dyfishta, tha ajo. Viti 2026 duhet jetë momenti i konsolidimit të plot të subjektivitetit të saj ndërkombëtar dhe i mbylljes përfundimtare të çdo paqartësie historike për vendin e saj në Europë. Ne nuk po ndërtojmë një marrëdhënie nga e para, sigurisht, ne po forcojmë një bosht kombëtar. Spiro Pali foli edhe për ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që po mbahen në Hag. Emrat e tyre janë të njohur për çdo qytetar të Kosovës. Ata janë figura që përfaqësojnë një kapitull të caktuar të historisë tonë të rezistencës. Ne nuk ndërhyjmë në proces dhe nuk paragjykojmë asnjë vendim gjyqësor, por kemi detyrimin moral dhe historik të themi qartë se drejtësia duhet të jetë drejtësie plot, pa shkelje të standardeve ndërkombëtare ligjore. Këtyre takimeve u ka paraprir një vizitë e Spiro Palit në kompleksin memorial të familjes Adem Jashari në Prekaz, ku ajo bëri homazhe në nderim të sakrificës së familjes Jashari dhe të rëndëve për lirinë e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti në një intervistë për median zvisrane Neue Zürcher Zeitung ka deklaruar se Kosova është qartësisht e përkushtuar ndaj vlerave të demokracisë perëndimore dhe se synimi strategjik mbetet antarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ai theksoi se vendi nuk balancon mes lindjes dhe perëndimit, por e ka të qartë orientimin e tij euro-atlantik. Kryeministri Kurti ka deklaruar se qeveria do të ndajë €1 miliard për mbrojtjen e vendit, duke krijuar baza industriale për fshirë një fabrikë municionesh në komunën e Gjakovës. Komisioni Evropian ka propozuar hapjen e negociatave me Shqipërinë, Bosnën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë për t'i përfshirë në regjimin e BE-s të roamingut. Kjo do ta lejojë përdorimin e telefonatave, mesazheve dhe internetit me tarifa vendore. Komisioni Evropian ka propozuar hapjen e negociatave me 6 shtete të Ballkanit Perëndimor për integrimin e tyre në regjimin evropian të roamingut. Kjo marrëveshje, pasi të arrihet, mundëson përdorimin e telefonatave, mesazheve dhe internetit në territorin evropian sipas tarifave vendore. Komisioni sot ka propozuar hapjen e negociatave me Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë për të integruar ato në regjimin e roamingut të BE-s. Ideja është që sigurisht që BE-ja dhe qytetarët nga Ballkani Perëndimor të jenë në gjendje të udhëtojnë dhe të bëjnë telefonata, të dërgojnë mesazhe me tekst dhe të përdorin të dhënat mobile pa tarifa shtesë për roaming. Ende nuk dihet se kur kjo regulativ do të zbatohet edhe në rajon, pasi negociatat janë komplekse dhe varen nga gatishmëria e secilit partner për të përmbushur kushtet për të harmonizuar me legjislacionin përkatës të Bashkimit Evropian. Me këtë regulativ përfitojnë qytetarët, ndërsa preken operatorët telefonik. Sigurisht, kjo duhet parë në kontekstin e përgjithshëm të integrimit gradual të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, ndërsa sa i përket nëse kompanitë do të jenë të lumtura me propozimin ton,
Jo të gjitha gjërat e mira që ne i bëjmë janë gjithmonë të popularizuara. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Regjimi evropian i roamingut ka nisë zbatuari në territorin e BE-s që nga viti 2017. Nga janari i këtij vitit në këtë regjim janë përfshirë Ukraina dhe Moldavia. Vazhdojmë me lajme të tjera. Audioincizimi publikuar nga Betimi për Drejtësi nxjerr në sipërfaqe përplasjet brenda sistemit prokurorial për qëndrimet e BE-s dhe rolin e tij në reformën e drejtësi. Pas publikimit, Ministra e Drejtësisë Donika Gërvalla e cilësoi incizimin shqetësues dhe kërkoi zbatimin e reformave. Zyra e BE-s është e një anshme pikë. Unë jam plenisu për që Audio incizimi i publikuar nga Betimi për Drejtësi, nga mbledhja 28 janarit e mbajtur në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, ku mori pjesë kryeprokurori i shtetit Agron Çalaj, së bashku me kryeprokurorët e prokurorive, ka zbuluar diskutime lidhur me qëndrimet ndërkombëtare ndaj sistemit prokurorial në Kosovë. Në këtë mbledhje, kryeprokurori i prokurorisë speciale Bleri Misufaj deklaroi se qëndrimi i Bashkimit Evropian për mos konstituimin e Këshillit është indikuar nga grupe interesi. Zyra e BE-s është e një anshme pikë. Unë jam plenisu për që të thëmë. Me 1 milion argumente. Jo me një. Derisa matë si profesion zyrën e BE-s, këtu s'ka standard BE-s. Në të njëjtën mbledhje ka diskutuar edhe ish kryeprokurori i shtetit, aktualisht prokuror në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, Aleksandër Lumezi. Ai është shprehur kritik ndaj qëndrimeve të Bashkimit Evropian. Çfarë Bashkimi Evropian kërkon këtu të vendime të kundërligjshme? Kush është Bashkimi Evropian? Kush e jep ato raporte të cilat i bëjnë raportet e progresit? Shoqëria civile dhe individët që duhen me pa dështuar sistemin prokurorial. Reagim në mbledhje pati edhe prokurori Shqipdon Fazliu, i cili theksoi se qëndrim të ngjashëm me atë të BE-s kanë shprehur edhe autoritetet e tjera ndërkombëtare dhe organizata të shoqërisë civile. Edhe Komisioni i Venecias ka konstatuar të njëjtën, shoqëria civile ka konstatuar të njëjtën, ambasada amerikane ka konstatuar dhe ka pasur raport njëjtë, edhe raporti i progresit ka evidentuar veta dhe shkelje nga sistemi prokuror. Për gjuhën e përdorur në mbledhje ka reaguar edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas Gëzim Shala, gjuha e përdorur është e papranueshme. Nuk duhet haruar faktin se shumë ka investuar Bashkimi Evropian në Kosovë në fusha të ndryshme përfshirë edhe avancimin e sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës dhe që definitivisht një gjuhë e tillë është totalisht e papranueshme. Qëndrimet e Bashkimit Evropian nuk janë të shkoqitura nga qëndrimet e raporteve të tjera ndërkombëtare, vendore, ambasadave, raportet të shoqërisë civile e tjerë. Gjatë ditës, 3 anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, Dardan Buniqi dhe Visar Krasniqi, përmes një letre drejtuar ambasadorit Avio Orav, janë distancuar nga gjuha e përdorur ndaj zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata theksuan se deklarimet përfaqësojnë qëndrime individuale dhe jo qëndrim institucional të sistemit prokurorial. Prokuroria Speciale ka kërkuar caktimin e paraburgimit për 3 personat e dyshuar që u kapën të martën paradite në pikalimin kufitar në Merdar me rreth 1 milion euro. Sipas prokurorisë, të dyshuarit kishin thënë se nuk kishin gjë për të deklaruar, por që pas verifikimit me skaner u gjetën shuma e parave e fshehur në automjet. Sipas drejtorit të doganës, ky rast është një ndër goditjet më të rëndësishme kundër lëvizjeve të paligjshme financiare. Ndërkohë, policia e shtetit në Shqipëri ka pezulluar nga puna policët e përfshirë në këtë rast. Në mbrojtje të ish krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, dhe në mbrojtje të luftës së UÇK-s është nisur një peticion kombëtar drejtuar dhomave të specializuara. Aty u tha se kërkojnë respektim të plot, të pakushtëzuar të drejtave themelore të akuzuarve, respektim të ligjit për dhomat e specializuara të miratuara nga Kuvendi i Kosovës, si dhe respektim të plot të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky peticion u tha se do të shpërndahet edhe në shtetet e tjera kudo ku ka shqiptar. Ndrojmë temë, dialogu mes qeverisë, biznesit dhe partnerëve ndërkombëtar fokusohet në investimet të huaja dhe bashkërendim ekonomik të qëndrueshëm.
Kështu tha në forumin Dialogu Ekonomik me Investitor Ndërkombëtar. Drejtuesi i forumit Emrush Ujkani mirëpriti formimin e qeverisë së re dhe heqjen e masave nga Bashkimi Evropian, duke cilësuar si mundësi për bashkëpunim të ri. Forumi mbylli dyert me thirrjen për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet qeverisë, partnerëve ndërkombëtar dhe komunitetit të biznesit. Nga 6,1% sa ishin në janar të 2025 të normat të interesit në kredite reja, kanë shkuar deri në 6,9% në janar të këtij viti. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës flasin për lëkundje të vazhdueshme të normave gjatë muajve të kaluar, pavarësisht asaj se fitimi i bankave është i lartë. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, gjithsej vlera e kredive të reja në janar të 2026 ka shkuar në 173,5 milion euro. E në dhjetor të 2025 vlera e tyre shkonte në mbi 259 milion euro. Ministria për Punë, Familje dhe Vlera të luftës çlirimtare ka njoftuar se do të vazhdoj mbështetjen e familjeve në nevojë gjatë sezonit dimror përmes subvencionimit të energjisë elektrike për konsumatorët e cënueshëm. Sipas Ministrisë, për shkak të mosmiratimit me kohë të ligjit të buxhetit, ekzekutimi i pagesave për muajt janar dhe shkurt nuk ka mundur të realizohet sipas planifikimit fillestar. Subvencionimi për këta muaj do të reflektohet në faturën e muajit mars për të gjitha familjet e kualifikuara që kanë qenë përfituese në kuadër të programit për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike, thuhet në njoftim.